Po, gratë bojnë politik, kam bojë çdo herë, nëse jo në shtet, atëherë në familje, shoqëni, në rreth gjithkund, gratë njihen si politikë bërse, na e dim krejt që është edhe e thanja që gratë e kanë shti larkoftin shishë, kështu që nëse ato kanë arrit atëherë për politikë halo edhe ma shumë. Pak çaka. Po, na jemi të jetu me një periudhë që kemi edhe presidenten me një rol shumë të fuqishëm, falë vendimeve të saj, ndoshta jemi këtu ku jemi të prit se cilën herë siç ka po ndodhur me qeverinë tonë. Gratë kanë bërë qysh prej fillimit të shtetëformimit deri tash, kemi pas gra shumë të fuqishme, e kom thonë disa herë që ka pas gra edhe politikane shumë të suksesshme, figura shumë ndritura që ndoshta me i përmend e harrojmë dikant, kështu që po, gratë kanë bojnë edhe besoj që ka nevojë çdo herë politikë. Po pse paragjykohen? Paragjykojnë se na jemi popull që paragjykojmë. Na jemi popull që e kemi pa ndoshta grunt të pafuqishme, të pa aftë, ndoshta jo mjaftueshëm të vendosur për të marrë vendime, qoftë në familje, qoftë në shoqëni, qoftë në institucione, e lërë më edhe në politikë, kështu që na jemi mësuar me paragjyku, vazhdojmë me paragjyku, mirë po na kanë bind dhe secilën herë na kanë vërtetuar që gratë janë të afta në shumë fusha, shumë profesione, në shumë industri, kështu që është koha me ja besu grave fuqinë.